Prilli shënoi një ditë përkujtimore për qytetin e Kuçovës, ku prej 10 vitesh nderohet me ceremoni piloti Donald Hoxha, i shpallur dëshmoria Deut, i cili humbi jetën në një aksident ajror më 7 prill 2016. Ngjarja rënd tronditi jo vetëm familjen Hoxha, por edhe gjithë komunitetin, pasi Donaldi njihej dhe vlerësohej nga shumë qytetar. Sot busti i tij qëndron krenar në Lulishten pranë bashkisë, si një simbol i sakrificës dhe heroizmit të tij. Bashkia e Kuçovës organizoi ceremoninë përkujtimore në këtë 10 vjetor, ku të pranishëm ishin familjarët e dëshmorit, prindrit e tij, Vesel dhe Bejaze Hoxha, si dhe përfaqësues të institucioneve vendore dhe ushtarake. Pas intonimit të himnit kombëtar, autoritetet lokale, drejtues institucionesh, përfaqësues të forcave të armatosura, të repartit të helikopterëve FARK, Policë e Kuçovës dhe organizatave të dëshmorëve vendosën kurora me lule pranë bustit të tij në shenjë nderimi dhe respekti. Fjalën e rastit e mbajti kryebashkiaku i Kuçovës Kreshnik Hajdari, i cili u shpreh se dëshmoria Deu Donald Hoxha mbetet një simbol i gjallë i sakrificës, një njerëz që dha jetën për Adeun. Të dashur familjarë të herojit të qytetit tonë, dëshmorit Adeu Donald Hoxha, të nderuar përfaqësues të organizatës dëshmorëve të Adeut dhe organizatës veteranëve, të dashur bashkëqytetarë. Sot jemi mbledhur këtu për të kujtuar dhe nderuar një hero të vërtetë, një djalë që i dha jetën Adeut, Donald Hoxha, në 10 vjetorin e vdekjes së tij. Në emër të përgjegjësisë dhe për kushtimin ndaj detyrës, Donaldi u ngrit në atë fluturim të fundit në 6 prill 2016 për të ardhur tek ne si hero dhe dëshmor i aviacionit shqiptar, i forcave të armatosura të Shqipërisë. Ai u nda nga njerëzit e tij më të dashur, nga shokët dhe miqt, për të vendur dhe përjetësuar në historinë e aviacionit ushtarak shqiptar. Tashmë, pas 10 vitesh, dhimbja vazhdon për secilin nga ne. Megjithatë, ajo është më e madhe për familjen e tij. Donaldi na la një ndjenjë që duhet ta mbajmë të gjithë, ndjenjën e krenarisë. Ai e mbajti lart nderin dhe emrin e tij në çdo fluturim, duke u kthyer në dëshmor, duke rënë gjatë detyrës. Ai shkroi emrin e tij të qytetit dhe të tij në lartësi të paarritshme. Nuk mund të harrojnë kurrë atë djalë të përkushtuar ndaj profesionit pilotit, të trajnuar brenda dhe jashtë vendit për të bërë pjesë e forcave ajrore të Shqipërisë. Emri i tij na përfaqëson dënjësisht si qytet. Ai është hero, një dëshmor i Adeut. Për ata që i njihnin, ai mbetet djali i dashur, shoku i qeshur, miku i gjendur dhe i njohur i gojëmbël. Donald Hoxha është shembulli i atë dashurisë së vërtetë. Dashuria e tij për Shqipërinë nuk ishte thjesht një ndjenjë, por një mënyrë jetese. Ai e dinte që shërbimi ndaj Adeut kërkon sakrificë, vetmohim dhe guxim të palëkundur. Çdo fluturim, çdo detyrë, çdo sfidë që ai pranoi ishte një akt dashurie për vendin dhe për njerëzit e tij. Donald Hoxha ishte një djalë i ri në moshë, plot energji, ëndra dhe ambicie. Ai kishte gjithë jetën përpara, por e shfrytëzoi çdo ditë për treguar guxim, përgjegjësi dhe përkushtim. Vetmohimi i tij, kur e vendosi detyrën dhe sigurinë e vendit mbi nevojat e tij, tregon se heronjtë nuk maten me vitet që jetojnë, por me intensitetin dhe ndikimin e jetës së tyre. Çdo veprim i tij, edhe në atë moshë të re, ishte një mësim për ne të gjithë mbi përkushtimin dhe humanizmin. Ai e kuptonte se të jesh hero nuk është vetëm të biesh në betejë, por të jetosh çdo ditë me integritet, me respekt për të tjerët dhe me zemër të madhe. Donaldi ishte i njohur për kulësinë e tij, për kulësjeshtjen që jepte, për mbështetjen që ofronte pa u lodhur. Ai dinte të bashkonte forcën e guximit me kulësinë e shpirtit. Dhe kjo e bëri atë një shembull të pakrahasueshëm për brezat e rinj. Sot kujtojmë dëshmorin, por edhe njeriu që ishte djali i jashtëzakonshëm i qytetit tonë. Kujtojmë çdo moment kur ai tregoi kuraj, çdo moment kur ai vuri nevojën e vendit mbi nevojën e tij, çdo moment kur ai shkroi historinë e aviacionit shqiptar me guxim dhe me zemër të madhe. Nderimet ndaj Donald Hoxhës nuk mund të jenë kurrë mjaftueshëm. Prandaj me përulje do ta kujtojmë jo vetëm në përvjetor, por çdo moment kur flitet për kurajo, për dashurinë ndaj Adeut, për vetmohim, për lartësi fizike e mbi të gjitha lartësi të shpirtit. Në këtë 10 vjetor të vdekjes, ne vendosim kurora dhe shprehim respektin tonë të madh. Kujtimi i Donald Hoxhës do të mbetet gjithmonë i gjallë në zemrat tona, si frymëzim për të gjithë ata që duan të jetojnë me guxim, nder dhe përkushtim ndaj Adeut. I paharruar kujtimi i dëshmorit Donald Hoxha. Nëna e dëshmorit Bejaze Hoxha në një intervistë ekskluzive u shpreh për lajmin e zi që mori 10 vite më parë për djalin e saj,
sot dëshmorja Deut, duke e kujtuar me dhimbje dhe mall. Ju si nëna Donaldit, si e kujtoni atë ditë që u erdhi lajmi i zi? Unë si nëna e Donaldit, ashtu sikurse edhe baba i vet, për ne ish një tragjedi. Ish një nga ditët më të errëta të jetës tonë, sepse Donaldi nuk e mendonim asnjëherë që ta prisnim në atë mënyrë, po duhet ta prisnim gjithmonë me krah hapur, sepse ai ishte një pilot shumë i zoti. Ai u specializua veç shkollës që bëri në bazën e NATO-s, u specializua në Turqi, u specializua në Itali, ai kishte fluturuar dhe me avion, dhe jo me helikopter. Dhe mua më thosh gjithmonë që mami ti mos u shqetëso për mua, sepse helikopteri ka 2 motora dhe asnjëherë nuk ndodh që por ai defekt i zi që ndodhi në atë stërvitje për neve në bërë një gjë e madhe. Donaldi ishte një fëmijë shumë i zgjuar. Ai ishte lulja ime e parë. Ai ishte jeta ime. Për ne ai ka krijuar një bashkëpunëtor të madh. Neve jetojmë, po jetojmë me shumë dhimbje, por me shumë krenari jetojmë, sepse kemi pas një djalë tepër të zgjuar, një djalë tepër të mençur, një djalë tepër të edukuar, të qeshur, të dashur me miq, shok dhe me gjithë familjen e vet. Donaldi që kur ka qenë në moshë të vogël, i ka pas shumë qef lartësitë. Gjithmonë ka ndëruar të bëhej pilot. Ne e quam vërtet në atë shkollën inxhinier, por ai e la për gjysëm dhe konkurroi për herë të dytë dhe thoshte që unë do bëhem një aviator i Zotit dhe vërtet ashtu ish. Donaldi ka qenë shumë i dashur edhe me shokët në punë. Donaldi do mbetet jo veç në zemrat tona se ne jemi prindër, ai do ngelet në gjithë zemrat e shoqërisë, në gjithë zemrat e pilotëve që sot fluturojnë dhe duhet të fluturojnë në kaltërsi dhe neve duhet të bashkohemi të fluturojmë bashkë sa të vemi bashkë me Donaldin. Në fund të aktivitetit, përfaqësuesit e institucioneve vizituan ekspozitën me fotografi të dëshmorit Donald Hoxha, të realizuar gjatë shërbimit të tij në helikopter. Foto të vendosura në stenda në një ambient të veçantë, sollën në vëmendje jetën dhe pasionin e tij për fluturimin, duke e kujtuar si një njeri që jetoi mes qiellit dhe detyrës.